Miqtë e Podcastit, mirë se ju gjetëm. Kësaj radhe, bashkë me mua, Shoaibi, kemi një mysafir nga Bujanoci, që posa është këtu nga Stambolli. Jo që ka shku me tua që, jo që ka shku për ekskluzion, po kur biseduam, na tha se kum shku për punë. E për shka ma shumë, kam anë të gu vetë kushtrimi. Mirë se erdhe kushtrim. Mirë se ju gjeta. Si kalove rrugës atë nga aeroplani? Kena shku shoqërisht me kerë. Nuk kena qenë me aeroplan, po normalisht rruga Stambollit është kogja e gati, ka lodhjet e veta, po kur shkon me një mision për punë, atëherë normalisht edhe lodhja kthehet në pozitivitet. Na qëndron ajo që shpesh njerëz të tanë thojmë që kur shkojmë në Stamboll dyqysh ora shkon shumë shpejt? A është e njëjta orë si në Bujanoc, si në Stamboll? Po, është e njëjta orë, besoj që është e njëjta orë normalisht, po koha që lëvizjet bëhen të shpejta, edhe zakonisht njerëzit shkojnë për punë, edhe njeri kur vrapon për punë, atëherë edhe koha i doket që po shkon më shpejt, e ata që shkojnë si turista, do me thonë kanë qef sa më shumë me arritë, me vizitu vendet atje, se ka shumë vende për me vizitu edhe normalisht nuk i del koha për kejtat, me vizitu edhe i doket sikur koha u shkurtu edhe i doket që koha po ecën më shpejt. Të na shpeshtojnë që sherri Preshevës ndër Stambollit. Po. Cili sherri Preshevës kështë ndër Stambollit edhe çka ka Stambollit përbashkët me Preshevën, ose pse na mohemi me Stambollin? Shumë vende, sa i përket do më thonë tregtisë, derën e pare kanë Stambollin. E kena ma afër, rreth 1000 kilometrave, 900 e diçka kilometra, edhe ajo na kalon ma letë mu qasë, do më thonën, përjashtim e disa vendet të tjera, dhe mendoj se për bashkë çfarë kemi ne me Stambollin, aty është një popullsi e madhe dhe ka tradita të ndryshme që çdo kush mundet me gjetë veten edhe thot, kjo ku ka. Kjo ku ka do me thonë që po na ngjasoj ka kultura e këtyne apo civilizimi i këtyne neve. Gjen kulturë evropiane, kulturë të lindjes mesme, apo edhe të vendeve të tjera. Me qenë kryeqyteti i tri perandorive, edhe mos e pas përbashkët me shumë qytetërimet botës, edhe me shumë vende të tjera të botës, nuk është e lehtë, ose nuk është e mohueshme. Kështu që mirë që është Stambolli, mirë që jemi na. E çka ti ty kushtrim me Stambollin? Mua me Stambollin më lidh tregtia. Puna, do të thonë. Puna. Po, puna dhe tregtia. Tash është shumë vite që punoj do me thonë me tregti. Se mendova kur e thash Shoaibi diçka për kryeqyteti perandorive, thash mos ka pas diçka lidhje. Me thonë të drejtën, nga ky po mësoj se ka qenë kryeqyteti tre perandorive, më herët nuk e pas na ditë. Po sa i përket historikut të Stambollit, nuk është e njoh historikun e Stambollit. E njeh tregtinë e Stambollit. Tregtinë e Stambollit, besoj se kemi arrit me pas mësime, do me thonë të mira prej atjehet. Me çfarë lloj tregtie të intereson Stambolli ty, ose edhe sa të kryen punë të Stambolli këtu për veprimtarinë që është zhvilluar? Kryesisht unë merrem me tregtinë e tekstilit. Dhe për tekstil do me thonë i përmbush kriteret për tregun ton Stambolli. I plotson kriteret Stambolli, dhe besoj që çdo tregtar që i përket tregtisë së tekstilit, mendoj se mund ta gjejmë veten atje. Po tash ne që jemi duke punuar për shtrirje, do me thonë për shtryrje të tregtisë në rajonin e Luginës edhe më qërësisht, Stambolli është i mjaftueshëm, do me thonë për sa i përket për tekstil, sepse ka çmim të mirë, edhe eksporti, importi është i lehtë me Stambollin. Shumë mirë. Po bile, ma kujtove tash kushtrim, këtë gjeneratat pak ma të më shumë me sigurisht e din ata që janë kohë, kur e kanë bërë dhe darsma njerëzit e tanë kanë shku, kanë ble material për darsëm në Stamboll, qoftë tekstilin, qoftë arin, qoftë ato harxhime tjera që i kanë pas për darsëm, zakonisht
janë furnizu, i kanë mush xhepat edhe kanë shku me botë tregti në Istanbul. Edhe kryesisht me autobusa prej Kumanovës, direkt Istanbul, e kanë kry pazarin ditore dhe e kanë kry kanë bë darsëm një javë. Kështu që shumë mirë po pajtona me ty që edhe qasjen e kemi shumë të lehtë, edhe transportin edhe mundësinë e afërt edhe po ti do të thonë jeton edhe vepron në Bujanos. Në Bujanos, po. Me çka mirësh Bujanos? Unë momentalisht tash e 13 vite faktikisht, unë punoj me butik. Do me thonë Po. me shit blerje të rrobave, Me garderobave. po, shit blerje të garderobave, ndërsa tash jemi në fillim të një projekti. Kushtrim, na të kemi njohur ty më herët, sidomos ata që kanë gjenerat me ty, që ti i kultivua edhe një pjesë gjatë rinisë sonde edhe kulturës, ja ki kushtu muzikës. Pastaj kemi pa një kohë që si marrë me muzikë, do me thonë ti pas ke shku në tregti që e kilon muzikën, a? Me thonë sinqertën, po. 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 Arsyeja pse jam tërheqën nga muzika ka qenë se ka pëlqyer më shumë serioziteti në jetë, ndërsa muzikën cilën e kam kultivuar nuk i ka dhënë shumë seriozitet çështjes time. Edhe nevojë moshës. Edhe normalisht vetën e kam di ma komod, domethënë në tregti, po. Më herët, edhe unë kur jam në shkollë të mesme, ose të uta çish kesh thonë këtë rast të uta që kemi në podcast, që kesh thonë kur jam konë në i vogël, shumica e rinisë, sidomos pjesa e djemve, janë marrë me një grup muzikor, kanë pas një grup muzikor. Kur jam në shkollë fillore, më mend do të shkollës mesme, e kish me zeli po mirë këta me muzikë, kanë grupet e veta këto gjëra. U kon arti, repi, domethënë ju kon në atë kohë më herët, besoj edhe ti për këtë se gjenerate, që janë marrë një më shumë këtu. Ka pas do studio të vogla. Jon kon 2-3 grupe në Preshev kum dëgju, domethënë që kanë ardhur se na kena pas edhe studion ton, në grupi jon. Po, në Bujanos kemi pas studion ton, dhe kanë lip bashkëpunim, domethënë, edhe për me ardhmë ingjizu këngët tek studioja jon. E maj men, po, këtë kohë domethënë që thu, po në Bujanos nuk u konë e njëjta. Në Bujanos që na konë ne si grup edhe një grup tjetër u konë, që u konë me 2 persona. Grupi jon ka qenë TSG. TSG, ata tjertë? Ata tjertë, po më doke që A to A. Okej. Po. E kemi një gazetë që na ka dhënë Arditi që e përshëndesim, është e ka rujt ku thot vitit 2002-3, nështë e nuk ka boj, një revist, një gazete e Kosovës i ka kushtu repit të Preshevës. Po, artikull, në gazetë, në repi i Preshevës, dhe me thonë, ka qenë ndihmë edhe në për toka qera, në për troje qera, përveç në Preshevë. Me një festival, më falë se po ndërprej, me një festival i cili është mbajt në Prishtinë, tekstin cilën e pat na shkruajton, ka qenë Burgu, do me thonë, vendin e parë ka pas shumë grupe të njohura atëherë që kanë marrë pjesë në atë festival, ndërsa ne i na konë TSG që e kena marrën vendin e parë për tekstin më të mirën. Teksti u konë i shkruam nga unë personalisht. Sa mirë, a të kujtohet të dëni fragment ati teksti? Ose mes rreshtave leximi teksti. Qa ka përmbajt aja, dikush që ka një burg, sigurisht, ha? Po, pa tjetër u konë për, do me thonë, mua nuk është se më pëlqen si tekst, ose më ka pëlqyer si tekst edhe atëherë. Mesazh ka pas. Po, mesazh ka pas, ndërsa po tash me kthi kohën e atëherët edhe tash që ajo kohën edhe keq që mua nuk um lën mundi rahat edhe me bisedu shumë rreth muzikës se i përket kaluarës teme, edhe nuk është që i maj mend shumë tekstet cilat i kam shkruajt, edhe shtash kur shkruaj diçka. A ke shkruaj shumë tekste, a? Tekste kam punu shumë tekste, po. Edhe sot jam gjendje domethënë për me punu tekste më shumë lehtë edhe shumë thjesht, këtë dhunti e kam nga Zoti. Sa mirë. Çush inspirohesh për me shkruajt? Ku dish me heca të shtëpia, natën, ditën? Jo, në moment edhe këto që jena të bisedu, domethënë, unë kur e marr kimikin, edhe e kam fletorën përpara, shumë atjesht e ko me shënu se sa me fol. Edhe nuk guxoj me lon kimikin se në moment vjen një rim apo një diçka që bum, është diçka vjen shumë e bukur që besoj që brenda 1 minutit ndoshta edhe nuk më kujtohet se cilja kja ajo adekuatja.
Ndryshe prej kushtrimit nuk rekom një fletë edhe një kimik përpara, pa botën e vizatim dhe një diçka tekst në ças dhe një vizatim. Sa mirë po më pëlqen kjo se janë njerëz të rrallë që janë gjendje më të shkru, me rimë sidomos. Unë e krejt 2-3 njerëz dhe një këtu të na që mirën, që ashtu që kanë dhunti. Bile shpesh kom qef që gjithmonë një motivu që ata me pas gjithmonë diçka një letër nga tash laptopin ose telefonin që çdo kohë me arkivu ato, kush e di çfarë vlere mund me pas ose kush e di çfarë inspirimi. Sa i përket të teknologjia, të laptopi, apo telefoni, apo kompjuteri, pavarësisht të këto, unë asnjëherë nuk u mujtën me pa pas kimikin, edhe fletën përpara, domethënë unë nuk u mujt me shkruaj tekst. Të unë është kimiki edhe lapsi, ndashtë edhe ajo pika e inspirimi që janë nisën edhe disa ide, disa mendime shumë të mira, po edhe në tregtin që e punoj, edhe në idetë e mia për tregti, për rritje të bizneseve, domethënë jam ai që e kapi kimikin, edhe fletën, edhe janë nisë shënoj. A ki kushtu dhe një tekst letrës edhe kimikit? Tekst letrës dhe kimikit nuk i kum kushtu, po më pëlqen shumë se po ki ide kreative, që nuk unë pas kalon me. Ma kujtove një qasi tjetër, kjo shkrepsa duhan. Ai që ka shkruar tekst nuk është ashtu të pi. Nështë e ka pi duhanin edhe ja ka kushtu shkrepsa. Ka mundsi. Edhe shpesh kur i ngoj tekstet, domethënë të këngëve, ma merr mendja se ku bazu ai që e ka shkruajtur atë tekst, edhe ku e ka gjetë vetën ai se për çka ka shkruajtur. I shoh shumë njerëz që emocionohen mbas të këngëve, mbas të muzikës. Unë personalisht e kuptoj shumë ma merr mendja që e kuptoj shumë më thellë se ku ai në çato momente ai i cili e ka shkruajtur atë tekst apo edhe e ka menduar se njeri kur shkruan tekst zakonisht e shef ngjarjen. E shef qartë ngjarje, cilën ashtu e shënu që atë tekst, ai veç e shef e paramenon shumë sakt se çish shkon ajo ngjarje. Unë për veti kum shkruajt gjithmonë realitet. Nuk kum shkruajt asnjëherë diçka që kum mendu unë që mund më bo, po kum shkruajt ato çka ose e kum bo ose jam të e bo, çato. Amo jo diçka hipotetike, po. I bazon ngjarje të vërteta. Po, gjithmonë ngjarje të vërteta. Në tekstet e mia kam pas gjithmonë përmbajtje të ngjarjeve reale, ngjarjeve të vërteta. Falem për një kohë kur rinia u kon aktive në Pleshëv shumë. Tash që 13 vite ti kushtrim me biznes të marr. A mujtë me pas biznes në Pleshëv? Se shokët e mi po ikin në Gjermani, s'po bëjmë biznes në Pleshëv. Nësë ka këtu perspektivë. Unë mendoj se nuk është e vështirë bërjam biznes, normalisht më varet edhe zhvillimi, qysh nga fëminia, se qysh e ka pas zhvillimin ai fëmijë, nga cilja familje vjen, sa ju konë të qasur familja atina për kompletimin e personalitetit ati personi, unë mendoj se me tregti jo në lugin të Preshevës, po ku do koft, do me thonën, ti kime gjetë vetën tregti. Dishka, shitblerja nuk ndalet kërkun, nuk ka, do me thonë. Më qoftë edhe me ndrime, apo shka do kohë, veç kryesorja nuk është diçka që mundet me mungu, edhe sa ma shumë që të punoj me tregti, pavarësisht cilës deki për kasim, unë mendoj se tregtia nuk është konkurencë, nuk ka konkurencë. Shumë njerëz, këto që po e them është pa kuptim të mundet për publikun, po unë personalisht mendoj se po supozojmë, po dalim të butiku jem, në Bujanos. Në qose kishin me egzistuan edhe 10 butikat njëjtësit me të Bujanos, atëhere normalisht se Bujanosit do të kishte qenë më i njohur edhe më gjërësisht për tekstil. Edhe normalisht se kishin ardhur edhe për dikahit më larg, se kishin thonë ai vend është i njohur, që po supozoj me Gjilanin, për lidhme me Gjilanin. Nëse jo Gjilanin e kish mujtën, domethënë
konkurenca e tekstilit, jo asnjë vend këtu, domethënë rreth neve, se shumica mirën me tekstil, siç e dini edhe ju, besoj. Po atje vetëm se u zhvillu më shumë e më shumë. Konkurenca ka zhvillu, ka bëhet vend. Konkurenca ka zhvillu se konkurenca e bjen çmimin, e stabilizon çmimin. Konkurenca Rrit tregun. e rrit tregun, edhe konkurenca e plotson vakumin. Para 3-4 dekadave kushtrim, njerëz të Gjilani që na ndjekin, besoj që ata na e di shumë misha po flas, kanë ardhur me u furnizu me tekstil, me bletesha në Prashevë. Po. Edhe Kumanova e këto tjera qyteta, mirë po kjo hapja dhe dhënia mundësisë e ka po Gjilani sot ku është. Kështu që po mendoj që jo që s'ka hapësirë, po në këto situata, në këto korniza që lëtimi na, sa mundet njëri ose një njeri këtu me u marrë me tregti? Në Serbi janë rregullat të më strikte, domethënë sa i përket bizneseve. Edhe në Kosovë apo në Maqedoni tregtia është më e lirë, më shumë kanë pas hapësira. Po kushtrim të që 13 vite me tregti edhe me një lloj biznesi ose afaristi, sa të ka ra me bashkëpunu me institucionet lokale ose regionale, qysh i ki pas qasjet ose atë kemi pas na mbështetje prej institucioneve lokale, për shembull komunës të na që me ditë njerëzit a duhet më mbështet hiç te institucionet lokale ose qendrore apo duhet më mësy vet? Po, kështu një tregtar apo një biznesmen nuk mendoj se duhet me pas si zgjidhje me trokit ndër në institucione shtetërore. Sa ajo është tregti, normalisht që edhe shteti ka përfitimet e veta për çdo tregtie që bëhet, sepse çdo tregti që bëhet e ka të vëshën e vet. Ama normalisht që tregtia edhe institucionet besoj se nuk janë diçka përbashkëta që domethënë duhet njeri me pas me qetë mbështetje nga institucionet. Diku ndi njerëzit të thonë s'po na ndihmojnë komuna, po na diku ne pendimon, diku ne s'pendimon. Po nëse ja nisin, fillojnë prodhimin, nëse janë për prodhim, atëherë normalisht duhet mbështetje e për institucioneve shtetërore. Edhe mendoj se kam fitu subvencione, shpëndoj subvencione, se nuk jam mirë i informuar në këtë fushë, se nuk kam bo aplikime asnjëherë, se nuk jam kom prodhues asnjëherë, jam tregtar, edhe Atë kam mbështet byroja punësimit për shembull për punëtorët që i kemi. nuk kam bo kërkesa, nuk kena pas, deri tash nevojë nuk kena pasën, nuk kena pas, deri tash, domethënë kam pas 6 biznese të mjet, kryesisht cilët kom zhvillu në Bujanoc, ama nuk kam pas nevoja që me shku, po, jo, asnjëherë. Zakonisht edhe rinia, domethënë shpeshherë, domethënë biznesmenë si fillestar, cilët nuk po them kena bashkëpunu, po kena bisedu, lidhen më shumë te familja, apo te shoqënia, apo te rrethi. Unë mendoj, domethënë, edhe në qoftë startup, apo e ki veç ide, domethënë, asnjëherë njeri nuk duhet më bazuhen se cilja ka me qenë klientela jote. Se për marrë një shembull konkret, në qoftë se një supermars, apo një biznesmen dëshiron me qenë një mishtore. Po. Edhe ai ka shku me logjikën se familja e atina janë konsumator të mishit, apo shoqënia vet, apo rrethi vet. Veç ai në hapjen solemne ka me pas këtë familja atina, apo rrethi tina, apo shoqënia atina u kthin vegetarian. Edhe ai vet ka më çuditur me këto. Më ka rënë njerë me një trajnim Shqipëri që kom pas, me taku një djalë prej Durrësit, edhe kur e hajsh me ushqimin, aty ja pim pjatën ushqim vegetarian. Prej Durrësit ushqim vegetarian. Edhe kur e pys pse je vegetarian, tha,
po baba jam është kasap, edhe më dhejmë në kapës kur I pret. Një var absurditet, baba kasap të vegetarian. Ndashtë edhe kjo ku ka që familja edhe rreti I gjëve ata në aktivistë për mbrojtjen e të drejtave. Po ka mundësi edhe kjo po. Sa janë mundësitë që bizneset tuat ose tregtia jote që e bën më bëllë një pikë referimi edhe për qytetet tjera përreth. Sa mendojmë që na dumi ose kemi kapacitete me furnizu edhe një qytet tjetër ose një tregtar tjetër më konë një farë pikë referimi, një rrjet. Aty ku në tregti, në biznese, domethënë aty ku qëndron serioziteti, aty patjetër se ka me lullëzu ai biznes apo ka morrit ai biznes apo kena shumë shembuj të mirë sa I përket Bujanosit dhe Preshevës. Bujanosi dhe Presheva kanë bërë punë të mëdha, punë të mira sa I përket ka biznese që mund mi cek lamit e tyne veçanarisht. Shembull ata shkamirën me prodhimin e dyerve dhe dritarëve. Janë shumë janë aktiv, ata domethënë pothuajse rreth I Pqinjës po edhe më qërsisht fabrikat e Bujanosit dhe Preshevës I furnizojnë këto vende, edhe më larg. Edhe Evropën. Po, edhe Evropën, normalisht, po, edhe Evropën. Për punimin e xhamit, është shumë janë biznese domethënë serioze, nëse edhe Ja ofrojnë cilësi edhe për tekstil. Tek Bujanosi dhe Presheva nëse lidhemi çështjen e tregtisë, domethënë na dhe shes me emocion, që tjerët nuk e kanë këto. A kupton, na po shembull ne si popull, mund të them që ne jemi popull emocional, na e dojmë dikon, pavarësisht na nuk e shohmi interesin, nuk e shohmi klientelën sikur tjerë vende evropiane, muj me thonën, që shohin klientin domethënë me një si pare këtë nalt, a kupton? Po na e shohmi domethënë thjesht domethënë si një mik dashur, nëse 3 herë, 4 herë veç kena punë me dikon, na ofromi shumë e to edhe kena një zbutje brenda vetës që tjerët nuk e kanë edhe kur e gjejnë te na është shumë pozitive. Na shesmi mall e zemrën, shesmi veç mall. Kjo shumë shpesh nuk po mujmë kompletu mesazhet, faleminderit për ndihmën. Po, mikpritja e Preshevës e Bujanosit, mikpritja e Bujanosit e Preshevës, shembull, edhe në Stamboll e ki këto, edhe në vende, domethënë ku janë ku ngjasojnë me popull. Domethënë, normalisht që gjithmonë ka zhvillim më të madh tregtisë. Unë mendoj ashtu. Ndërsa në pushtetet evropiane na ka ra, domethënë për liberalizimit vizov, na ka ra me heca dhe shohmi me sa gjak ftofci, muj me thonën e presin klientelën. Çka kanë pa të na që dallojnë prej vendeve tjera evropiane, nëse i themi se çka do koft, na nuk e bojmë biznesin me këtë çastin që se vjen çatra ja blen. Dojmë ti me ble. E mirë është, merre ti, po du me marr ti. Bëjë ta bëja në çmim na shtetëj pak ekstra. Veç merre ti, apo di ta shas. Ta heqim mos të mrrija ose bëjë edhe konvret ato në këtu Preshev, për shembull e ka dikush një kartë mirë, të merre, po të heqë edhe diçka merre ti mos e lëse për më i mirë. A bëjë mos ta marrësh atë kush, po të njoh merre. Unë shpesh mendoj që edhe nuk na besojnë do shkavin shembull pi largit. Domethënë shkavin me tregtu Bujanos në Preshev nuk na besojnë, nuk e dinë se ajo është realiteti jon. Ajo është realiteti jon që na veçanërisht I ja hap me zemrën dhe I thonë po, kjo është e jotja, kjo është për tyje. Se nuk e gjenë dikun tjetër, edhe na muj me mendu që kjo është e thjesht, po kjo është shumë e madhe. Kjo është shumë e madhe, se kur e shef që veten je unikat, edhe me të vërtet e dom profesionin tënd, edhe ku e ceka edhe më herët, edhe emocionalisht lidhësh me profesionin tënd, atëherë normalisht që suksesin e ki përpara.
Sigurisht kushtrim ki të angazhum njerëz tjerë që punojnë në për këto lokale që i menaxhon, sigurisht. Po, patjetër, po. Atë ka ndodhë me të thirrë më të thonën kardë, shkëllëzeni edhe s'kish pare me pagu, ç'a me bo. Kjo ka ndodhur, po, patjetër, ka ndodhur, po. Normalisht ka ndodhur, po. Bojanocën e Preshevën e njoh mi keq, ç'është është. Edhe na normalisht e njihemi. Kjo nuk ka ndodhur për dikujt që ka ardhur prej më largit, po kjo ndodh për ndaj qytetarit që më njeh apo Ndjen atë rahati me ardh të çashtu ndjen. Normalisht që secili afarist sado me kapacitete të plota ose çush të koft, mendon me zgjenu biznesin, rrjetin, bashkëpunimin. Çush i keni ju planet, a mundi me bo diçka këto, a kemi menduar diçka mu transferu jashtë vendit? unë tash e kam një projekt, domethënë i cili është me zinxhir biznesesh, edhe kryesisht lidhet me diasporën shqiptare. Me aktivizu diaspora diçka? Seriozisht apo veç për Facebook? Është diçka që është ndodh, punë është u bë në terren. Kena fillu me projektin, edhe pse ende nuk është i kompletum te fusha marketingut, më thonë, nuk është i kompletum, për shkaqe që nuk kena mujt hala me gjetë serioz në punën tonë, domethënë për marketing. Okej, na ja ofrojmë Focus Studion që na bën neve marketingun, janë shumë njerëz të mirë, ekip e mirë. Në rregull, faleminderit. Faleminderit për bashkëpunimin. Dhe se me të vërtet docente janë shumë të lodhuna, apo kupton kur nuk mundesh me gjetën ato adekuatën kanë herë. Ta bëni po, edhe koha, edhe gjitha. Po çka është konkretisht kushtim? Çfarë po doni me bë? Kjo është zinxhir biznesesh. Kur thom zinxhir biznesesh, gjitha janë të menaxhume prej një vendit. Po nëse e marrë Çfarë ka aty në këto biznesesh? Po në këto biznese fillimisht domethënë konceptin kemi pasën domethënë për me ndërtu një centrum edhe një treg të shumicës me depo të shumicës tekstilit. Se qendër tregtare e sapi diçka? Po, qendër tregtare. Ashtu edhe i mungon, Bojanosit edhe Preshevës i mungojnë. Domethënë qendra tregtare i mungon. Edhe në lidhur me këto, domethënë jena tu këshirën në planin se shumë ka të cilët po dojnë me njëherë me pa aktivitetin, me njëherë domethënë investitorë cilët janë ofruan. Po, janë me njëherë janë të dashme pas aktivitetin, punën edhe automatikisht me stafin ton dhe kena pas një konsult për se çka mujmi me bo punën që me njëherë mu pa aktiviteti janë një treg me depo të shumicës. Po edhe 10 pika, domethënë të cilët janë të interesuar për me investu. Me njëherë tash, domethënë që mujmë me njëherë brenda muajit me startu me ato, veç kena startuan, tani, 10 pika jashta këtij projektit. Po kur përfundon projekti të cilin e kena fillu, që timve ja kum bo domethënë më të mundshme sa ajo po zgjat shembull 2 vjet me ndërtu tregun edhe centrumin, domethënë 1 vjet e gjys po zgjat. Besueshmëria brenda 1 vjet e gjysë veç fillon edhe lëkundët. Për me pohën punën terren sakt edhe shpejt, edhe ata investitorët që janë ngutshëm në këtë drejtim, domethënë automatikisht e kum marrë dhe e kum zgjeruar si projekt, e kum bo domethënë edhe 10 pika jashta qendrës që me mujtën me pa investitori, domethënë punën e tina brenda investimin e tina brenda 1 muaji në qarkullim më kon. Unë çish muj më kon investitor çaty, ose çka duam me plotësuan, çfarë mundësi kanë për investim aty? Mundësit për investim, domethënë aty mundesh me investu çdo kush. Po fokusi jam ka qenë më i pari domethënë te diaspora. Pse te diaspora? Se gjithmonë kanë ardhur, kanë harxhit, kanë lënë parë këtu, edhe ju kthi me thonë me një fjalë pa asnjë dobi për vendit vet, pos që janë shmall, domethënë me vendin e vet. Që më ja kriju aty në mundësinë që kur të vinë,
edhe me ardhen, domethënë, për mi pa familjarët, për me pa fatrën e tyne, edhe normalisht për mi pas fitimet e veta në vendin e vet. Domethënë me armë fitu në vendlinje. Po, kena domethënë ena në kërkim të njerëzve të cilët e njohin mirë biznesin edhe e njohin mirë tregtinë edhe janë menaxhera të suksesshëm, po njëkohësisht edhe kena shumë raporte të mirë me ata me profesor të kësaj lamie, të cilët i mësojnë të rit se çish me tregtu. Njëkohësisht na jena ato e bo kuadrin ton edhe për fillestar, domethënë, të cilët hinë tek zinxhiri, tek rrjeti jon, automatikisht ata kanë me qenë edhe pjesë e seminareve të cilët do t'i realizojmë. Qysh ka më konë pjesë e këtij zinxhirit një njeri joni që është mërgat i diasporës? Pjesë e këtij zinxhiri, domethënë, ai bëhet automatikisht me investimin cilin e bën. Po supozojmë në një restoran. Nëse një restorant kushton dikon deri në 200.000 euro investim. Atëherë nëse 10 vet marrin pjesë, domethënë ka 20.000 euro për ta plotësuar shumën e nevojshme për investim, atëherë ai do të ketë profitabilitet për atë pjesën të cilën ka bërë investim. Domethënë do ketë fitim 10% të Nuk përcekme se sa përqen 20.000 investim. Po, por ato 10% i bjen investimit. Po, përqindja e fitimit nuk varet për qarkullim. Lokacion? Lokacionin e kem. I keni? Po, lokacionin e kena. Kjo centrumi, kjo zinxhiri biznesave, a keni mendu me funksionu me një hapësirë të përbashkët apo të ndame, a posedoni ju dhe një hapësirë? Si që theka edhe ma herët, domethënë 10 pika janë jashta hapësirës të cilën e posedojmë, e cila ka 42.000 metra katror trull dhe ku është në qëllin qytet? Në qytetin e Bujanocit, domethënë dhe 12.000 metra, jo, në qendër të qytetit. Në qendër të qytetit dhe 12.000 metra domethënë kemi hapësirë të depove. Brenda 2 viteve shpresojmë që 42.000 metra të cilët i kena në shfrytëzim, domethënë dhe si që cekum 12.000 metra hapësirë të depove. Ato janë veç ekzistuese. Ato janë ekzistuese, puna në teren është tu punu, ato me mdojmë i funksionalizu, dhe një pjesë asaj i takon centrumit, dhe një pjesë asaj i takon depove të shumicës, do më thonë të kryesisht tekstilit. Ndërsa këto 10 pikat që i cekum ma herët, këto 10 pikat do më thonë mujmi qysh sot startin me pas, kjo varsisht vjen nga investitori. A ke mendu, për shumë shka mujë me bashkëpunona Zëri Luginës me këtë zinxhirin e bizneseve në këtë rast? Nasi shpibotuse si... Normalisht në fushën e marketingit, pasi që keni dhe një shikueshmëri të madhe në Lugin Preshevës, ndashta dhe më gjërësisht, besoj se kjo do të bëhet shumë shpejt. Faleminderit. E me dash marrë dikush me qenë bashkëpunëtor ose investues jashtë dikush për Bullgarisë, dikush për Turqijës. Fillimisht po e cek edhe një herë, fillimisht do më thonë jena të fokusum nga diaspora. Diaspora jonë? Majs pari diaspora, do më thonë e jona, cilët jetojnë jashtë vendit dhe kanë shtëpitë e tyre, adresën e tyre kanë në Bujanos dhe në Preshevë. Pse duhet me arë ata me investu? Pse duhet me ardhë me investu ata, unë mendoj se spari duhet ta bëj lidhshmërinë edhe më tepër të atyre me vendin e vetë, se zakonisht njeri ati edhe ku fiton edhe i shkohet më mirë. I shkohet, do më thonë është edhe një përbashkësi më shumë, një arsye më shumë për do më thonë më konë më i lidh me vendin e vetë. E po tash më kujtove një diçka, i kemi pa që një 2-3 vjet e fundit, nështë do takimet bizneseve, është që kjo diçka shape përmend, jënë taku do bizneset tonat, me do bizneset rajonit.
për me pështu luginën diçka? Jo, na nuk kena të bëj domethënë me këtë pjesën cilën po e thekti. Unë personalisht nuk u marr pjesë në për Këto forume? Për këto forume nuk u marr pjesë, edhe nuk supozoj të marr pjesë, sepse aty bëhet vetëm biznesmenët mund të përfitojnë. Ndërsa unë edhe për njerëzit domethënë për njerëzit familjar apo që nuk merren me biznese në Evropë, jemi të hapur domethënë që me një rrogë tyre apo dy rroga tyre të bojmë bashkë dhe të jenë pjesë e një projekti të madh. Që shpritet kjo zgjerimi i biznesit të juve, kjo qendra tregtare me ndiku në ekonominë e luginës? Spari punis në për qytetit ku jetoj, domethënë Bujanocit, normalisht nga pikpamja ime, mund të them që ajo do të jetë një hap i madh për qytetin e Bujanocit. Një hap i madh sepse ne do t'i ofrojmë kushtet dhe mundësitë konsumatorit të vinë dhe ta vizitojnë edhe qytetin. Ka shumë tregtar të Bujanocit që tregtojnë mallra, por konsumatorit ja dërgojnë deri në adresën e tyre. Ndërsa nuk janë ata të cilët kanë krijuar mundësitë apo depot të cilët njëkohësisht mund të shërbejnë edhe për me ardh ata tek ne për të tregtuar mallin, sepse e dim që një lidhje e kësaj mund të përfitojnë edhe bizneset që nuk janë pjesë e jona. Nuk mund po supozojmë që ose dikush pi Beogradit vjen edhe furnizohet në Bujanoc, aty duhet 3 orë deri në 4 orë për me ardhur deri në Bujanoc. Patjetër që ai do të ketë nevojë edhe për ushqim. Po, me ardhi kush pi Prizrenit, pi Tiranës. Mundet dhe me ardh normalisht edhe pi Prizrenit apo pi ki mallin e Turqisë na i lidh më shumë. Po nuk do të thotë që kene me pas veç mallra prej Turqisë. Ka me qenë edhe pjesë, ka me pas Novi Pazari, ka me pas domethënë mallra të cilat prodhohen në Prishtinë apo edhe në Maqedoni. Po ç'është plani mas një kohe, a mund mi bën ato produkte vet? Brenda 2 viteve ne do të kemi trajnime rrallazi. Do të kemi trajnime. Krijojmë stafe adekuate për punë të cilat i bojmë. Fillimisht duhet të kemi resurset njerëzore, sa i përket të kemi staf profesionist, që çdo punë të cilën e bëjmë, që ta kemi një Do të thonë ata më kanë përgatitur për atë punë që kanë më bë. Patjetër, po. Po. A mendoni që mas një kohë të shkurt për shembull për 2-3 vjet me mri edhe me prodhu vet diçka ju si qendër? Normalisht kjo shkon nëse vetëm konsumatorët kanë fillu dhe e njohin vendin dhe e fitojnë besueshmërinë edhe më të madhe se që e kemi në vend, atëherë na mundmi më fokusu edhe te prodhimi. Përderisa nuk qasemi, fillimi i kësaj duhet jetë do të thotë transport i export import. Export import. Për me ardhën deri te prodhimi. Për shembull, Prishtina si fillim, domethënë u marr veç me importimin e mallrave nga Turqia. Po brenda një kohe, brenda një periudhe 10-15 viteve, derisa kanë arritur besueshmërinë e vet, domethënë si treg, kanë fillu edhe me prodhimin e tekstilit. Domethënë një prej synimeve që ju është edhe kjo. Veç se na mendojmë pak më shkurt se sa që e kanë botë të tjerë. Domethënë do më shfrytzuat përvojën tonë deri tash që ki qenë. Po. Është pozitive kjo. Është pozitive, ndoshta kjo na lidh tani pastaj neve më shumë me Stambollin që përmendom më herë, më shumë me Shkupin që ju ka lidh më shumë me punë, edhe shumë kisha dashur me pa pet sërish njerëz që vinë pi Gjilanit e pi Prishtinës, pas me vizitu Shkupin në Bjanocën me ardh tek kjo. Nëse besoni dhe ju siç unë besoj që shumë shpejt kjo do të arrihet. Po në rast se jemi të ftohtë, nëse në rast se jemi të ftoftë ndaj projekteve, nëse jemi të ftoftë dhe
kemi mos besim të njëri tjetrit, edhe kjo vetëm se largohet. Unë mendoj që në këtë çështje ndikon shumë serioziteti i bizneseve të cilët zhvillohen presh. Pëlqen ideja që e ki edhe që e keni me shoqërinë tonë për zhvillimin e një qendre të tillë tregtare në Bujanoc, se për një me ka me ndiku edhe rajonin. Edhe ka me ndiku edhe në qasjen ose në mënyrën se qysh ose për çka përmendet këto vende shqiptare këtu ku jemi ne. Ndikimi i kësaj për shoh që ka më konën edhe në pjesën e turizmit. Me një farë mënyrë turizmin ditore ka me arrit, nuk ka me rrjedhimisht edhe ka me ndiku me një aspekt tjetër edhe ekonominë. Domethënë se nuk ka me ndiku vetë ekonomi përmes tregtisë, por edhe përmes turizmit. Ka me rrit turizmin. Pru diçka pak më shumë. Edhe kjo është të cilën jam duke e punu. Nëse kisha dashur me punu diçka për personal me fitu, normalisht që sot ju kisha qas domethënë kompjuterit, edhe kisha fillu këtë njëjtën punë të cilën jam të e bo, që e kisha pas shumë më thjesht për veten time, edhe kisha fillu me punu online. Po për me pru konsumatorin, për me zhvillu vendin, për me pa, do më thonë se shka ofron Bujanoci si qytet, dhe shka ofron Presheva, do më thonë si që ceku më herët, se kur vin të na njerëzit, do më thonë çdo herë ne i lidhim emocionalisht. Dhe kur i lidhim emocionalisht, ata nuk mund edhe të ndahen. Për të kalumës dhe përvojës teme Shkup, e kam pa që Shkupi është një vatër e njerëzve që dhe me bo pare shpejt. Ka biznesmena shumë të fort, tregtar shumë të fort, po ka edhe një pjesë që dhe me bo pare shumë shpejt. Edhe një pjesë ma dhe me investime, tu mendu që po bujnë investime, ka në radhën skema piramidale, ose në investime një mjegull, që kanë avullu ose në zhuk mësë do ditave. A mujtër me në dalë diçka e ngjashme që kjo? Këto zakonisht mendoj që je duke fol për parët e elektronike, këto shajme. Jo, ka tjera. Ka diçka edhe prej këtyre, po edhe ka pas edhe për shembull më do që këto skema piramidale. Unë personalisht mena me tregtit prekshme, ato shka me produktin e prekshëm, do më thonë ato shka e prek, asaj një besoj, asaj shka shof, do më thonë që është produktit, shkurt dhe shqip unë i besoj produktit, jo bisedave në trijez, jo ndoshta e bojmë. Edhe në këtë rast po mendoj masi të shoh me ty në tavolin, kur ta jap me të një investim, të një diçka bëhet sikur përmes bankës, dhe kemi të një letër për atë fund. Nuk është sikur këto që në për online sisteme aplikacione. Qarkullimi është transparent. Kontrata, domethënë, bëhet me noter, kontratët bëhen me noter dhe advokat. Patjetër se çdo investim do të jetë, domethënë, i dokumentuar. Transparent ato krejt. Domethënë hyrje, daljet e qarkullimit, domethënë te këto ndërmarrje janë absolutisht transparente, janë të padiskutueshme në këtë temë. Po super, domethënë siguria e investimit është e lartë. Siguria e investimit, domethënë në telefonatën e parë, ai ka me kuptu që me të vërtet gjatë bisedës tonë të parë, domethënë cilën e ka investitori, ai ka me kuptu se gjithçka është e realitet dhe është e kapshme për çdo kënd, çash është mënyra e thjesht si nga ana e investitorëve edhe nga ana e praktikës që ne e zhvillojmë. Super. Ka pas interesim deri tash për investitorë, ka investuar dikush në këtë ide, në këtë iniciativë, edhe sa ka me pas hapësirë për investitorë? Deri tani kemi bërë kontrata, edhe pse ende nuk është finalizu projekti, kemi kontrata, kemi investitorë, kryesisht janë diaspora shqiptare, dhe i kemi ofruar me automatizëm një transparencë të paparë. Okay. Shuajb kushtrimi nga një njeri
i kulturës, i repit, i shkrimave, po më pëlqen që tash ka dalë me një fushë tjetër, me një përvojë më shumë se një dekadë, edhe me një farë mënyre mune më rrina me kuptu që ki po i bën thirrje mërgatës që ata më kthy me pasi mundësi investimi në Bujanocën. Kisha thonë, më kthy nuk është momenti, nuk është koha, po me investu është momenti dhe është koha. Nga rezultati, të cilën do ta bëjmë me punë, ata besoj që nga të ardhurat që do t'i kenë nga vendi vet, edhe gjenerata e ardhshme do të kthehet në vendin e vet. Shpresojmë ashtu. Nga siguria në investim, edhe nga mundësia që po i ofron kjo tregu dhe zinxhiri i bizneseve, është planifikuar që do me thonë me kriju edhe një stabilitet, edhe një zhvillim më të madh ekonomik, edhe një zhvillim më të madh edhe regional, që këta njerëz, investitor direkt, po edhe ata indirekt që janë përfitues, me arrit me pas një siguri dhe një stabilitet që ata me zhvillu atë jetën e vet edhe fushën e vet në Bujanocë ose në qytetet përreth, qoftë Gjilan ose në Preshevë, se po besoj aty ka me pas hapësira edhe gjelbruse, hapësira edhe kande të fëmijëve, edhe kande që i kushtojnë atë si kulturës, se zakonisht bizneset e ofrojnë këtë mundësi. Nga pikpamja jon, do me thonë, mendoj se e kemi arritur stabilitetin e projektit dhe kemi të përfshira të gjitha ato të cilët i ceke më herët. E vetmja cila ka metën, do me thonë, po u bë në këtë projekt, është në fushën e marketingut. Tani kur t'i zhvillojmë reklamat, kur do t'i punojmë reklamat që shpresoj që për një kohë shumë të shkurt, do shihet më qartë dhe më pastër se shka është në thelb projekti. Po unë i falenderoj njerëzit të cilët janë duke na telefonuar vazhdimisht dhe janë të interesuar vazhdimisht se ende pa dalë projekti, unë e pash që ka pas interes edhe më herët, po nuk ka pas iniciativë. Nuk ka pas ndoshta edhe ndonjë projekt konkret. Njerëz që marrin përgjegjësi të këtij lloji. Mundem e them. Se mendoj që anën tjetër atë targetin tënd, investitorët ka plot njerëz, kam hasë që në tavolinë, s'po në tavolinë kafe, kam hasë njerëz që thojnë kështë investu diçka pas për diçka. Edhe kemi edhe mundësi është një hap shumë i mirë. Kja u konën e para e cila ka nisën këtë drejtim. E para ka qenë kjo që e tha ti. Do me thonë shumë, do me thonë kur kemi nejtë si me shoqërinë, si me familjar që jetojnë diasporë, shumë kisha dashur me investu këtu te na, po nuk e di se shka, vëdi. Po mendoj një tardhme, do me thonë me pas një biznes unë e këtu, po nuk e di shka. Shtash e kena kompletu projektin, e kena punu projektin. Edhe me të vërtet, ku mendu që ka me pas edhe tërheqje për njerëzve. Po jo, Qikja do më thonë më ka pru që me dalën edhe jashta projektit do më thonë që shumë fillim që shekum njës do më thonë vetëm një centrum dhe një trekt shumicës. Për me pa këta do më thonë këta investitorët muj me thonë të godzim shumë që janë të dashtën shumë a shpejt me pa punën edhe për që ato ja kun bo këtë mundësi do më thonë që brenda një muj do më thonë e shofin zhvillimin, e shofin punën edhe kam brenda një muj do më thonë përfitimet direkte. Mundësi e mirë. Pikej këto vesha pithush kushtrime e kom një binje që kur të fillojmë sezonin e ardhshëm, kur thimi me anë emision Komedita këmi gjithë ko me ardhë. Edhe sot, ta thëmë drejtën, nuk desh diçka me lonë keq, për me bo mirë. Po në këtë rast besoj që ku bo mirë edhe për juve, edhe për vetëm, por edhe atanve aty na shikojnë. Po e ndërsjellët. Qa kishe dasht me i porosit këtë ata që janë ma shumë të interesum për këtë centrumin edhe për kretë ata që dojnë me ditë ma shumë informacione, më të kontaktua, më të vizitua, po është një arsye ma shumë e pa edhe Bujanocën, apo qysh mirë? Jemi çdo ditë, do më thonë, jemi çdo ditë në Bujanocë, dikush për stafit tonë, pa tjetër se është në qytet, edhe
për ata që dojnë me kontaktu përmes telefonit, apo dojnë me kontaktu përmes rrjeteve sociale, ne jemi të hapur. Na jena në qytetin e Bujanocit, po shpesh jemi edhe në teren, në punë, po dikush nga stafi jon, patjetër se me çdo klient i cili është interesuar për me investu, patjetër se ka me marrë përgjigje shumë shpejt, dhe mund me na kontaktu në çdo kohë. Pavarësisht nëse dëshiron edhe mund të vitë na vizitoj punën në teren, cilën e zhvillojmë. Domethënë është mundësia hapur me pa edhe teren. Patjetër. Tani më është edhe si qytetar i thjesht, jo vetëm aksioner, mund të vini dhe të shikoni domethënë puna e cila zhvillohet në teren. Domethënë në praktik mundi me ardh krejt ata me pa, me kështu çka po ndodh. Patjetër. Ndoshta aty dikush më shumë na informon, na tregon çka po ndodh ose çka do të jenë mundësitë. Po, ne jemi të hapur çdo kohë, çdo moment. Një porosi për fond për neve rinin që jemi skeptik. A më investu, a mos më investu? Për na që jena këto, unë e kisha thonë zhvillojmë, të punojmë. Ndërsa me investu, po jalojna këtë diasporës. Me vend, të bina ta pare këtu, na punojnë. Po, ma herët kanë thonë se po shkoj në Gjermani, ta bleni traktor, se arën e kom. Shtash, unë po thom kështu po ja jap një mesazh. Jo bleni traktorë se shtash ka kush punon. Shumë super mesazh, me vend. Falenderoj kushtrim sinqerisht për kohën që ki nda për udhëtimeve të punës që i ki lënë anash me ardh, me bisedu bashkë me neve, më dha informu kush është kushtrimi edhe për iniciativat edhe për këto këtë projekte të mira që na ki tregu. Faleminderit te juve. Do fillon mjaft informacione dhe momente të këndshme që besoj kretat apo dhe me kastat kanë më vlerësu këto që i kemi bë bashkë, po ashtu edhe Shuajbi që është më i thirrur në këtë temën tonë që unë ndisha pak anash në këtë drejtim, po apet u gjinda dikun, kur i përmend shmit parët e fitimet, më interesoj kjo edhe mu pak diçka mi ditë ose. Të fitime vetë se shok e shef. Me tregu drejtun edhe te kjate përqindjet e fitimet e këtyne, domethënë kom qef spari domethënë ka shumë njerëz që dojnë me investu, por nuk kanë dëshirë me ditën se sa është çmimi i një aksionit për domethënë dojnë me pas ato personale, për çato edhe nuk jam duke shpreh se sa është investimi dhe sa asnjëherë këto nuk kanë informacione me interes publik. Informacione për ata që janë brenda. Këto e bëjmë me një kontratë tjetër. Ka mundësi. Faleminderit edhe një herë gjithëve atyve që na kanë ndjekën edhe faleminderit Shuajb, faleminderit kushtrim. Faleminderit juve. Miru takofshmi në epizodet e radhës.